Jemi në këtë ngërçin e madhë politik që ma nuk po dihet se çka po ndodh. Dhe tash kemi mri në një situatë kur me diskutu kush dorëzohet. Ma nuk ka diskutim si me thonë, po dalin për këti ngërçi, po krijojnë institucionet. Po kush reziston ma shumë, apo kush dorëzohet i pari? Kush mendon që dorëzohet i pari si mas teje? Po, shetash, unë mendoj që këto partit që kanë qenë në opozitë, mendoj që kanë shpenzu një kohë jashtëzakonisht të gjatë dhe shumë të rëndësishme, të vlefshme për me nisë një proces politik, të cilin nuk e kanë nisë. Për çfarë do arsye qoftë ajo, nuk po futem tash me ridiskutuar një herë arsyet, po mendoj që kjo ka qenë jashtëzakonisht e dëmshme për Kosovë. Sepse na kemi qenë për një kohë gjatë në një periudhë, jemi fatkeqësisht edhe sot, në të cilin ja kemi leju Albin Kurtit me uzurpu institucionet. Pra e ka uzurpu qeverinë, jashtëligjshëm, e ka uzurpu kuvendin përmes bllokadës, edhe praktikisht kjo e ka sot shtetin kontroll pa kurfar pengese. Dhe pa legjitimitet. Pa legjitimitet. Po, do me thonë, krejt e thonë, se cili krejt partit politike e thonë që ti nuk i legjitimitet me në nxyrë. Po, fatkeqësia që kërkush s'po bën kurrë. Dhe në që drejtim, unë mendoj që për me e diskutu pyetjen kush dorëzohet i pari, duhet edhe me e pa kujt i konvenon më shumë që kjo situatë. Unë që shoh që kjo situatë konvenon më shumë të Kurtit. Apo? Po. Sa i realisht edhe pa aktron si kryeministër, bili ai edhe është krekosët, që është në Kosova sot ka veç qeveri dhe ushtri, s'ka kuvend. Dhe tipi dohet mirë kjo. Ne dëgjove që ka thënë para 2 ditë. Thonë jam në rregull, kemi qeveri, kuvendi tha nëse do. Absolutisht këtë resurse të shtetit kam dorë, dashni në konstitucion. Unë ju pengoj sa të mëj. Dhe mendoj që një proces politik, jashtë kësaj, jashtë kontrollit të Albin Kurtit, kishte me qenë zgjidhja. Çfarë është procesi politik? Me pas takime të rregullta, diskutime për çu shpia bojnë, koordinim deri në themelimin e qeverisë. Që ka qenë gjithë, se me thonë, unë që e kom pa rruga e vetë me dalë se për kësaj situate, dhe mendoj edhe sot që është, po përshë që nuk ka vullnet këtë e partit politike. Tash, në anën tjetër, na jemi duke ju afru me shpejtësi zgjedhjeve lokale. Edhe zgjedhjet lokale, mendoj unë, mujnë me na u dëmtu fort nëse ideja vetë vendosës qohet për para. Për me i bo bashkë me zgjedhjet e përgjithshme. Pse i mora qëto spjegime pak ma gjatë? Sepse po du me spjegu që ka lloj dorëzimesh në këtë situatë. Një dorëzim është për shembull mja pranu që ta vetë vendosme, hajde po shkojmë në zgjedhje bashkë. Po. Që i konvenon vetëm vendosja. Mja plotsu që ata që pa e kërkan vetë vendosja. Një dorëzim tjetër a me thonë po hajde pe bojnë një qeveri me vetë vendosja, sepse mu s'po ndohë që vetë vendosja pa do një gjatë tillë. Jo më ka qeverinë. Ka qeverinë. Një dorëzim tjetër a me thonë mirë, pra hajtë se u bo gatë që pa ta votojmë Albulina aqë. Edhe mendoj që çdo partit opozitare duhet me insistu që përgjegjësia është e vetëvendosës si që është për themelimin e institucioneve dhe kërkesat tona, qëndrimet tona janë legjitime dhe çështu parima, se po ta mendoj çështu hajde parimsht. Sepse mendoj që ka me ardhur një moment kur Albin Kurti ka nis me undi në siklet me pozitën në cilën është. Siç edhe kemi pa ka njerëz që një siklet. Se ka rëndësi që ka po ndodh, po ka rëndësi edhe çështja e interpreton situatën. Tash fatkeqësia në këtë vend për një kohë gjatë është që interpretimin më të zëshëm për secilën situatë ka bërë lëvizje vendosi. Patë s'pat drejt. Edhe kjo është moti, nuk është veç tash. Domethënë, çështja ka interpretuar një situatë të caktuar lëvizje vendosi, është bërë interpretimi i përgjithshëm. Pse është bërë? Sepse interpretime tjera kanë qenë sporadike, herë të dobta, herë s'kanë ekzistuar hiç. E kur ekziston, hiç të ekive një. Duhet jashtëzakonisht shumë mu angazhu krejt akterët që e kundërshtojnë këtë politikë të Kurtit, e që mu po më duket fatmirësisht janë të urrit, për me tregu që është në fakt që kjo sjellje e papërgjithshme e Kurtit, pavarësisht që ati mund t'i konvenoj personalisht, po e shkatron Kosovën. Dhe që përgjithësia është e tij. Për me vendosë, domethënë, Kurtin në qatë pozitën e pafavorshme. Për shembull, pse dohet mu leju me kaq lehtësi ai me hyrje dhe me dalje mbi ndërtesave të qeverisë. Pse për shembull na e kemi pas një situatë për një kohë gjatë Kosovë, në të cilin na, si vetë vendosja atër, kemi pas drejt me protestu për çka do që ndajshëm. Mire keq. E sot një farë mënyre, edhe me i thonë për shembull me e përdor një fotografi të Kurtit dhe me thonë qëre kjo që shpëdohë si miran, qonë edhe gjumë, pësi ju shpithu t'i këti. Pse është Albin Kurti i veçantë si njëri në Kosovë? Se nuk është. Për shkak
të asaj që ka krijuar vetë, rreth Po vetes. veç të mjathë.